ngritur, por nuk është që kemi marrë ndonjëherë përgjigje nga. Sepse duket absurd nëse dikush është president për 6-7 muaj, e din që ka një akt akuzë. Ka gjithë pushtetin dorë, mund ndikojnë më shumë se sa kur nuk është. Po, do thotë absurditeti është mbiemri i kësaj gjykate. Do thotë se cilin hap, se cilin vendim që e evidenton kjo shoqëni, e evidentojnë autoritetet ndërkombëtare juridike dhe vendore, ata e kanë një shpjegim rezervë që është shumë i hibridizuar për me qenë valid juridikisht. Sepse ajo gjykatë është hibride në mënyrën se qysh interpreton dhe relativizon, edhe qysh dy standardizon norma që janë universale dhe të pranueshme spaku në shoqënitë e atyre prokurorëve dhe gjyqtarëve prej nga vinë. Do thotë një ndër absurdet më të mëdha ka qenë pranimi i dokumenteve dhe bashkëpunimit me MUP-in e Serbisë. Do thotë palën që ka shkaktuar gjenocidin, ata e thrasin në një partneritet të provash për të gjetur fijet e dënimit. Ose pjesa tjetër super absurde, sui generis po mdoket fjalë e pakt për me përshkru atë lloj skizofrenie kështu juridike që bazohen në propagandën e një guerilës për të ndërtuar prova që implikojnë ata të akuzuarit atje në Hag. Për shembull, merren ditarët e ushtarëve, merren libra që janë pjesë e propagandës, ditarët madje janë shumë subjektiv, merren edhe citate të